Horoskopi ditor e martë, 5 maj 2026. Dashi. Komunikimet dhe ose mendimet mund të jenë të tensionuara në momente të caktuara sot, të dashur dash, për shkak të një sfide Merkur-Pluton. Është më mirë të jeni më të kujdesshëm me paratë dhe informacionin tuaj personal. Nga njëra anë, ky tranzit mund t'ju ndihmojë të përqendroheni, por nga ana tjetër mund të kufizojë pikpamjen tuaj, e cila mund të shtrembërohet nga shqetësimet. Ndërsa nuk duhet t'i ikësh temave serioze, është më mirë të mos kapeni në një lojë që dikush po luan tani. Të menduarit e thellë përfundimisht mund të çojnë në ide dhe qasje të reja, madje edhe inovative, ndërsa gjeni mënyra për të përmirësuar marrëdhëniet dhe situatën tuaj financiare. Hëna zhvendoset në krye të tabelës suaj diellore më vonë sot, dhe përgjegjësitë dhe qëllimet tuaja janë në mendjen tuaj. Demi. Temat e bisedës, mendimet dhe meditimet mund të jenë më të thella dhe më serioze se zakonisht sot, i dashur Dem. Mund të jeni duke u fiksuar në një ide ose problem të caktuar, ose të ndiheni në presion për të vepruar. Mund të ketë mbrojtje në mënyrën ose të folurit që ndërhyn në komunikimin e shëndetshëm tani, ndërsa Merkuri formon një katror me Plutonin. Shqetësimet për ndryshimet e afërta që lidhen me karrierën ose reputacionin tuaj, shqetësimet për të mos qenë në kontroll të gjërave, ose frika se mos bëheni më pak të rëndësishëm ose mbeteni prapa mund të krijojnë tension. Synoni të bëni një plan për të forcuar fushat ku ndiheni më të prekshëm dhe punoni mbi këtë strategji hap pas hapi. Binjakët. Me kuadratin Merkur-Pluton të sotëm, të dashur binjak, mund të keni të bëni me kokfortësi ose një tendencë që njerëzit t'i marrin gjërat më personalisht se zakonisht. Mund të ndiheni të rënduar nga një sekret që nuk mund ta zbuloni ose një ndjesi se nuk jeni në dijen të një çështjeje. Nëse keni menduar shumë për çështjet, tensioni mund të arrijë kulmin tani, ose nëse keni shumë punë për të bërë, mund të jeni duke u stresuar për këtë. Mundohuni të mos e teproni dhe shmangni sforcimin. Dallimet në opinione ose mungesa e të kuptuarit mund të shfaqen. Nëse mund të ndiheni të detyruar të merrni një vendim, kjo mund t'ju bëjë të dëshironi të përpiqeni më shumë. Fokusi mund të jetë në një çështje private ose në një çështje të pasgjidhur nga e kaluara juaj, dhe mund të jetë një sfidë e vërtetë të relaksoheni mendjen tuaj. Bëni çmos për të shkëputur nga mendimi negativ dhe ndoshta edhe përdorni shqetësimin për të nxitur përpjekjet për të zgjidhur problemet. Gaforia. Marrëdhëniet mund të jenë të nxehta e të ftohta sot, i dashur gafore, dhe mund të jeni duke lëshuar një energji mjaft provokuese edhe pa qëllim. Tensionet arrin kulmin nëse keni ushqyer pa kënaqësi për dikë që është ose shumë i lidhur me ju ose shumë i pavarur. Të menduarit e thellë është i mirë, por obsesionet ose shqetësimi i tepërt vetëm sa do t'ju rrëzojnë. Mund të fitoni njohuri të reja për një çështje përmes konflikteve tani, kështu që është e rëndësishme të shihni anën krijuese të ndërveprimeve dinamike. Sidoqoftë, përpiquni të mos shkoni shumë larg në një gjymtyr. Të hidheni në një vendim të shpejt pa të gjithë informacionin e nevojshëm është e mundur tani, ose mund të jeni duke u stresuar për një vendim në horizon. Mund të ketë dramë në rrethin tuaj shoqëror dhe është e mençur të mos besoni gjithçka që dëgjoni tani, pasi ka shumë egzagjerime që ndodhin sot. Për fat të mirë, deri në fund të ditës jeni gati të mësoni nga vëzhgimet tuaja. Luani. Në fillim të ditës së sotme keni energji të mirë për t'i lënë gjërat të rrjedhin dhe për t'u kënaqur, i dashur Luan. Megjithatë, lojrat e pushtetit mund të duket se dominojnë në marrëdhëniet tuaja të ngushta, pasi Merkuri dhe Plutoni janë në konflikt. Idealisht, frustrimet janë lënë djegse për motivimin për të zgjidhur problemet dhe zonat e cënueshme. Megjithatë, shqetësimet dhe pakënaqësia në punët dhe marrëdhëniet tuaja profesionale mund të shfaqen, dhe ndryshimet në stil dhe shije duken më të dukshme dhe shqetësuese. Jini veçanërisht vigjilent kur komunikoni sot, veçanërisht profesionalisht, zyrtarisht ose publikisht. Ajo që thoni tani mund të mbahet mend për ca kohë. Sigurisht që mund të ketë një fiksim në diçka që ju shpërqendron nga prioritetet tuaja. Sidoqoftë, në vend që të shqetësoheni shumë për probleme të vogla tani, hartoni një plan për të bërë ndryshime aty ku keni më shumë nevojë për to. Virgjëresha. Dita mund të fillojë mjaft modeste, virgjëresh e dashur. Megjithatë, katrori Merkur-Plutoni sotëm sigurisht që mund të shkaktojë frikë dhe shqetësime, dhe është i dobishëm vetëm nëse po përqendroheni në diçka që ja vlen, por një humbje kohe nëse po shqetësoheni ose po i bëni vetes dëm. Ndërsa syri juaj për detaje është i shkëlqyer, kjo mund të jetë në kurrizë të parit të pamjes së përgjithshme në këtë moment.
Faktet para jush dhe intuita juaj mund t'ju tregojnë histori shumë të ndryshme, gjë që sfidon përkohësisht vendimmarrjen. Merrni parasysh se me këtë tranzit, dallimet në opinione mund të duken më serioze ose kritike se zakonisht. Një linjë e veçantë mendimi mund t'ju shpërqendrojë nga ajo që duhet të përparsoni. Mundohuni të mos i kushtoni shumë rëndësi nëse të tjerët po i kuptojnë apo jo idetë dhe bindjet tuaja. Peshorja. Me kuadratin Merkur-Pluton të sotëm, mund të shfaqen çështje kontrolli dhe vetkontrolli, peshore e dashur. Mund të jeni të frustruar me një situatë aktuale. Idealisht, kjo nxit ambicien tuaj për të bërë përmirësime. Sidoqoftë, është më mirë të jeni diskriminues në lidhje me atë që e kaloni kohën duke menduar tani. Mund të ketë aq shumë gjëra që ndodhin në mendjen tuaj saqë mund të ndiheni shumë lehtë të stresuar. Marrëdhëniet e dashurisë mund të zhgënjejnë, ose mund të ketë një ndjenjë çekuilibri në lidhjet tuaja. Mund të ketë rezistencë të konsiderueshme ndaj ndjenjës së të qenit i kontrolluar, por përgjigjja për këtë nuk është të përpiqeni të manipuloni situatat për të rifituar kontrollin. Përkundrazi, duhet të ketë të bëjë me praktikimin e vetkontrollit. Frustrimet me pozicionin tuaj aktual në jetën tuaj mund t'ju nxisin të bëni ndryshime, por mos u shtyni ende, planifikoni këto gjëra. Kujtojini vetes ndryshimin e madh midis shqyrtimit të një çështjeje dhe ndalimit në të. E para është e mirë për ju, dhe e dyta mund t'ju lodhë. Akrepi. Mund të jeni duke menduar për çështje sot, i dashur akrep, veçanërisht në lidhje me negociatat, marrëveshjet dhe partneritetet. Mund të jeni të shqetësuar për sigurinë dhe stabilitetin, por shqyrtimi i frikërave dhe nevojave tuaja më të thella mund t'ju ndihmojë të përshtateni me ndryshimin. Mundohuni të mos shqetësoheni shumë nëse dikush nuk është dakord ose nuk duket se ndan vlerat tuaja. Merkuri është në katror me Plutonin sot, duke rritur frikën dhe ambicjet. Mund të jetë një kohë kur të tjerët prekin lehtësisht një nerv me ju, por gjatë këtij procesi mund të shihni disa nga frikërat që mund të ndërhyjnë në jetën tuaj. Konsideroni nëse është një aspekt i varrosur apo i fshehur i vetes që ju bën të ndiheni në siklet. Mendja juaj mund të shkojë në vende më të errëta ose më të thella sot, por procesi mund të çojë në ide të mira për një menaxhim më të mirë të jetës suaj. Shigjetari. Mund të ndiheni mjaft energjik në fillim të ditës, i dashur shigjetar. Megjithatë, tendenca për të ndalur të gjërat që ju dëmtojnë rritet me kalimin e ditës. Mund të ndiheni në presion në përgjithësi. Elementet e fshehura të jetës suaj marrin rëndësi të shtuar dhe është e rëndësishme të shmangni për qëndrimin në një rrjedhë të vetë me mendimesh, kritikash ose situatash nëse po ju konsumon shumë kohë dhe energji. Gjithashtu, përpiquni të mos e merrni shumë personalisht nëse njerëzit nuk e shohin pikpamjen tuaj ose nuk pajtohen me ju në këtë moment. Një rregull i mirë sot është të përpiqeni të jeni të butë me veten dhe ose të tjerët, që do të thotë të jeni të kujdesshëm me atë që zbuloni ose ekspozoni. Për rezultatet më të mira, shmangni reagimin e tepërt, vendimet e shpejta dhe deklaratat e nxituara tani, pasi gjërat mund të jenë pak të egzageruara. Së shpejti, vizioni juaj do të zgjerohet dhe frustrimet mund të shndërrohen lehtësisht në ide të reja për të bërë përmirësime. Britsjapi. Katrori Merkur-Plutoni sotëm mund të nxjerrë në pak tensionin mendor, i dashur britsjap. Ndërsa në fillim të ditës jeni më të interesuar për atë që është më e mira për ju, ndërsa dita përparon, mund të jeni më pak të përqendruar në shijimin e bisedave dhe më shumë në vërtetimin e diçkaje. Sidoqoftë, nëse i përqendroni mendimet tuaja në atë që po bëni dhe çfarë mund të arrihet, kjo mund të jetë një kohë e mirë për të fituar njohuri të reja në një çështje ose për të çuar përpara një projekt përmes kërkimit ose përqendrimit më të thellë. Mund t'ju duhet vetëm një ndryshim i vogël ritmi për të ndjerë përsëri në rrugën e duhur romantikisht ose emocionalisht. Sidoqoftë, mbani mend se komunikimet janë të ndërlikuara për momentin dhe se tendenca për të ndalur të problemet është e fortë me këtë tranzit. Nëse keni ndjesinë se ka një çmim të lidhur me çfarëdo që të tjerët po ju kërkojnë tani, mund të keni të drejtë. Ujori. Mbani mend se, ndërsa fokusi juaj do të zgjerohet mjaft shpejt, mund të mos shihni përtej frustrimeve të momentit sot, i dashur ujor. Problemet e vogla mund të duken më të mëdha se jeta, pasi mund t'i jepni më shumë pushtet një çështjeje se sa meriton. Kërkoni dritën në fund të tunelit dhe shmangni marrjen e vendimeve derisa të keni menduar për perspektiva të ndryshme. Vini re se pakënaqësia ose frustrimi mund të shfaqen përmes komunikimeve sot dhe mund të dëshironi të përmbaheni nga reagimet ose përgjigjet shumë të shpejta.
Të njëjtat modele të vjetra të lidhjes që ju vënë në një pozicion frustrimi ose stagnacioni nuk duhet të përsëriten, por duhet një përpjekje e veçantë për ta thyer këtë model. Peshqit. Në fillim të sotëm, po përqendroheni në atë që ju ndihmon të rriteni, të dashur peshq. Megjithatë, çështjet të tensionuara mund të shfaqen ose të shkaktohen ndërsa Merkuri formon katror me Plutonin sot. Ato mund të ndërhyjnë përkohësisht në komunikimin dhe të menduarit të shëndetshëm. Mund të jeni duke u përballur me disa ndjenja faji dhe ankthi, të cilat mund të shtrembërojnë të menduarit. Në vend që t'i lejoni këto gjëra të përkeqësohen dhe të minojnë lumturinë tuaj, përpiquni të përcaktoni burimin dhe të punoni për zgjidhjen e ndjenjave ose pakënaqësive të frustruara. Kini kujdes për kuptimet të dy fishta në komunikimet e njerëzve. Eliminimi i informacionit që ka pak vlerë mund të jetë sfidues sot, por është i nevojshëm për një ndjenjë paqeje. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.